E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë me një lajm që në fakt po na trondit të gjithëve. Titujt janë gjigant, siç duket ka një krisje në martesën e dytë tashmë të Arbana Osmanit me regjizorin e njohur Eduard Grishaj. Ka diçka që nuk shkon në këtë marrëdhënie, titujt janë shumë gjigant, janë shumë të shkruajtura nëpër rrjetet sociale, ndërsa Arbana Osmani vazhdon me emisionin e saj Mirëmbrëma Hyje, tani një kast i cili është i kushtuar tek fëmijët, do me thënë ka një diçka që po bën një lëmsh të madh në këtë mes. Arbana Osmani, e njohur për mënyrën e saj të qetë dhe të matur të jetesës, si edhe për aftësinë për të ruajtur balancën mes jetës profesionale dhe asaj familjare, ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj një detaj të vogël, por shumë domethënës nga përditshmëria e saj. Me një dozë të shëndetshme humori dhe qetësi karakteristike, Arbana ka treguar se një nga vendimet që bashkëshorti i saj Eduard Grishaj merr për mirëqenien e familjes së tyre ka të bëjë me faktin që ata nuk mund të mbajnë një mace në shtëpi. Arsyeja sipas saj lidhet me faktin se ata jetojnë në një apartament ku hapësira është e kufizuar dhe kushtet nuk janë të përshtatshme për një kafshë të tillë. Ky rrëfim i Arbana Osmanit, i bërë me tonin e zakonshëm të humorit dhe pa asnjë anë dramatike, ka tërhequr vëmendjen menjëherë të ndjekësve të saj në rrjetet sociale, të cilët kanë reaguar duke ndarë eksperienca të ngjajshme nga jeta e tyre familjare. Shumë prej tyre kanë parë këtë situatë si një shembull të thjeshtë të diskutimeve dhe vendimeve të përbashkëta që lindin në çdo familje, ku është e zakonshme të ketë pikpamje të ndryshme për çështje të vogla ose të dukshme të përditshmërisë. Në këtë rast, vendimi për të mos pasur një mace nuk duket të jetë një çështje konflikti, por më shumë një përpjekje për të ruajtur qetësinë dhe organizimin e jetës në një hapësirë të kufizuar. Arbana nuk ka bërë asnjë sugjerim se ky diskutim është pjesë e një mosmarrveshje më të madhe mes saj dhe Eduardit. Përkundrazi, mënyra se si ajo e ka treguar këtë ngjarje lë të kuptohet se marrëdhënia e tyre mbetet e fortë, e shëndetshme dhe e karakterizuar nga respekti i ndërsjellët dhe komunikimi i hapur. Në rrëfimin e saj ka një ndjesi të qartë se bëhet fjalë për një situatë të zakonshme, të përditshme dhe pa pasoja serioze. Për marrëdhënien e tyre duke treguar se edhe personat publik që shpesh shihen nga jashtë si të pasur me mundësi të pafundme dhe liri për të bërë çfarë të duan, përballen me vendime të zakonshme familjare dhe kufizime të përditshme. Në këtë kontekst, thot, mund të kuptohet se vendimi për të mos pasur një mace nuk lidhet me kushtet e hapësirës, por edhe me përkushtimin e tyre ndaj një mjedisi të qetë dhe të sigurt për fëmijët. Është e qartë se Arbana dhe Eduardi kanë vendosur të balancojnë dëshirat personale me nevojat praktike të familjes dhe të krijojnë një ambient sa më të përshtatshëm për jetën e përditshme. Ky moment i vogël i ndarë me ndjekësit jep një pasqyrë të çmuar të dinamikës familjare të çiftit dhe tregon se marrëdhënia e tyre mbështetet me kompromis, mirëkuptim dhe ndarje të përgjegjësive që është themelore për çdo bashkëjetesë të suksesshme. Gjithashtu, kjo situatë tregon një tjetër aspekt të rëndësishëm të jetës së tyre, aftësinë për të trajtuar temat e përditshme me humor edhe me qetësi. Do me thënë që ta shpjegojmë te publiku që dhe publiku të jetë rahat. Arbana Osmani është një moderatore e nderuar e cila gëzon një ndjekje të jashtëzakonshme me shifra të frikshme dhe këtë herë Arbana ka vendosur që të ndajë një moment nga jeta e saj. Kjo nuk do të thotë që Arbana nuk ka rënë dakord me Eduardin që të marrë një mace, edhe janë duke u ndarë, por këto tituj gjigant dhe jo më kote nisa ashu, por këto tituj gjigant që po bëhen nëpër Median Ross, që ka krisje, nuk po shkon martesa e dytë, po ndodhen lufta etj etj, domethënë janë tituj që bëhen vetëm për kurreshtjen e publikut. Arbana gëzon një dashuri shumë të mirë, po punon me një intensitet shumë të lartë, po na sillen emisione shumë të bukura. Mirëmbrëma Hyje tani ka filluar me castin e fëmijëve, ku fëmijët rrëfejnë rrëfime nga jeta e tyre, domethënë është po bëhet një punë shumë e madhe dhe njëkohësisht ajo shumë e lumtur në shtëpi, por
thjesht nuk bie dakord që në hapësirën ku ato jetojnë, bashkëpunojnë, domethënë të kenë një mace mes tyre.